të provojmë dhe do mësojmë bashkë si të bëjmë një make-up për fillestar. Unë make-upin e nis gjithmonë me vetullat dhe më pëlqen të jenë shumë natyrale, kështu që përdor një gel për t'i ngritur sipër dhe për t'i dhënë formë. Kam vendosur krem dielli dhe hidratus. Nuk jo tregova në kamera, por para çdo make-upi duhet të përdorim hidratus, krem dielli. Pasi i kam dhënë formë, duhet t'i mbushim pa. Unë preferoj të marr këto tonet e paletës dhe t'i mbush në këtë mënyrë vetëm aty ku është bosh. Besoj një proces se ndoshta duken të trasha, por pjesa ime preferuar te vetullat është konturimi. Marr një furç të tillë që është shumë e hollë. Ju thashë duhet i besoni procesit gjithmonë. Tani pas e kam marrur me vetullat, do kalojmë te baza. T'ju tregoj disa sekrete të vogla aty, por që ndikojnë shumë për të pasur një bazë shumë mirë që rigjiditën. Dhe si fillim e aplikojmë në dorë, jo direkt në fytyrë. Me ndihmën e një furçe do ta përhap. Me një sponge që duhet gjithmonë të jetë i lagur, do ta tamponojmë shumë mirë për të thithur gjithë produktin që është i tepërt dhe lëkura të mos na ndyroset ose të mos na bëhet kriz. Kështu. Do ta tamponojmë shumë mirë, e theksoj me viza poshtë. Si fillim aplikoj concealerin dhe e lë pak që të thahet. Dhe ndërkohë vazhdoj me konturet. Tani do ju tregoj një trik se si fytyra juaj të duket më e hollë dhe mozët të duket më të ngritura. O zot, nuk do ikin nga goci pa ju mësuar si të bëni një make-up perfekt. Vantoj. Posim konturin këtu ku është kocka dhe deri në gjatësinë që të mos arrit të kapi cepin e syrit, pra deri këtu. Njësoj dhe nga ana tjetër. Do e përhapim në mënyrë nga kështu për sipër, gjithmonë, jo kështu, të na vi deri këtu, jo. Vazhdo me blashin, unë nuk jetoj dot pa blash, e di që dhe shumë nga jo nuk jetoj dot pa blash, dhe ty ka shumë pigment, kështu që do vendos shumë pak këtu, dhe do e hap me sponge, ka shumë pigment. Në duhet të bëjmë si një tavë e djegur. Dhe vazhdoj me concealerin që deri tani mori kohën e vet dhe u tha dhe është bërë pak më mbulues. Do kalojmë te pudra e thatë që më pas të kalojmë te produktet e thata. Ose e marr këtu, ose e hedh diku dhe e tamponoj mirë para se ta vendos në fytyrë. Në momentin që vendosim poshtë syrit, për të mos pasur ato rrudha të theksuara dhe të mos na bëhet kriz, duhet të shohim lart dhe ta thithim pak të pjesën këtu kështu me gisht. Me anën tjetër do aplikojmë produktet e thata. Katastrofa që unë kam bërë me duart e mia. Andi u kish për këtë fakt, po a do bëj një të rritë së shpeti? Jo, do përdor këta. Nuk është asnjëherë shumë blash. Do kalojmë në syt. Me që është ditë, nuk dua t'i ngarkoj shumë dhe xhirimin në studio nuk kemi, kështu që do përdor një bazë të lehtë kafe. Për të pasur një bazë shumë të mirë kafe në sy, e nisim nga cepi këtu dhe përhapim në gjithë kapakun e syrit. E nisim nga këtu dhe e përhapim për drejtimin sipër. Do lëm qerpikët, besoj se këta dini ta bëni edhe vetë. Po një gjë që do të tregoj truk për të lyer qerpikët dhe për të dukur më të gjatë, sigurisht që varet nga rimeli, ky është një rimel shumë i mirë, është që t'i lyeni nga majat, jo nga rrënja kështu, po të filloni t'i lyeni që nga majat, duke vazhduar pastaj për poshtë nga rrënja. Vetëm me një herë të bërë kështu. Ka ngelur të hapi fundit që janë buzët. Me që jashtë është ditë, nuk duhesh t'i ngarkoj shumë,
Dhe ja rekomandoj që ditën mos t'i lyeni buzët shumë të errta me atë lapsin kafë, kështu ju lutem. Si të lyej buzët në mënyrë perfekte. Konturin e bëjmë pak jashtë buzës vetëm në pjesën këtu poshtë, ndërsa në pjesën që ngjitemi sipër e bëjmë fiks në konturin e buzës. Njësoj edhe te pjesa këtu mund ta nxjerrim pak jashtë konturit të buzës. Dhe kur vijmë përposhtë, e vendosim brenda konturit të buzës. Frizojmë pak më shumë nëpër kënde. Na sugjeroni çfarë lloj make-upi doni që ne të bëjmë të në gauc. Mua, ju puth ju dua shumë! S'keni parë pukin, më duket. Say bye! Gjeva me gjomi të shkreti, që si është si të rëmbër. Nuk të putot.